Ku është Lubia? Ku është Lubia? Ku është? Ku është Balloshi? Balloshin ku e keni? O, mos e kbe, Ti nuk merë unë nga ta ullën balla. Merë nga ligji. Kriminel. Larg dur ka Ti e burda aty në shkop për që të kejtë me dorë. Nuk ku zoti për e shkop të tërë. Larg dur ka deputetët. Doni me tjera. Sojnë që nga të burda ato. Ku është Lubia? Ja ku i tiri ka të lukris. Mere i nalë. Ordinera. Hajdu. Jape vëndin tani s'pengon doti se s'ka fillu shanca akoma i kënde. Preke e deputetëve është një akt kriminal i turpshëm, i pashëm. Jene ju që mbroni Hajdut. Mos të herë. Ministre Shefti, ministre Brashka Shefti. E shef. Kemi ardhur të arrestojmë Erkisa Gasi. Kemi ardhur të arrestojmë Erkisa Gasi se ti nuk e arreston do. Se nuk je kuptim. Se të ka marrë fen. Erkisa Gasi ka marrë fen. E kemi ardhur në qeverin tënde. Nuk e arreston do. Nuk e arreston do. Nuk e arreston do. Kemi ardhur të arrestojmë Erkisa Gasi. Se ti nuk e arreston do. Se të ka marrë fen. Ti dhe qeverin tënde. Në tregoni policisë ka marrë plek biznesmeni për të ashtu të suel qena. Në tregoni policisë tënde ka marrë plek biznesmeni për të ashtu të suel qena. Shkarkoj aty, mere tire i një plotër, shkarkoje. Shkarkoje i një plotër, shkarkoje i një plotër. Shkarkoje. Denisa, mos e lërë vëndë. Do përballen me procese të rënda, ju që prek deputetët do përballen me pasoja shumë të rënda. Larg. Paroj të loja. Kene 2 vjetë të loja. Hajdu që ato u flamur. Mos u hapit. Largoj, mos prek të deputetë se do përballen me pasoja shumë të rënda. Po mbroni Hajdut, po mbroni kriminal. Mos prek deputetë. Kushta, zbatoni urnat e Hajdutve, ju është turp.
njeriu. Kush foli? Miosh. O Miosh, bëllë gojën. Bëllë gojën Miosh. Bëllë gojën Miosh. Bëllë gojën Miosh. Po mbroni hajdut. Po mbroni hajdut. Pirok, po ti zogu i Belinës. Po ti zogu i Belinës. Ja pra. Ike dhe ti, ike. Gati e ke, ke 2 jo 1. Dorzoni Agasin. Dorzoni Pegmarsin. Shkoni gjeni Agasin ju, jo këmeri me deputet, shko gjeni Agasin ju. Shko silni Agasin këtu, Pegmarsin, terroristin. Shko silni Agasin këtu, terroristin. Mos u merri me deputet. Sila gasin këtu. Sila gasin këtu. Pegmarsin, terroristin. Agasin këtu, silni Agasin këtu, shko silni Agasin këtu, terroristin, Pegmarsin, silni Agasin këtu, silni Agasin këtu, shko, para se t'ulli këtu do gjeni Agasin, terroristin, shko gjeni Agasin ju. Shko, silni Agasin këtu, pasaj të bëj kuvend. Shko, terroristin, Pegmarsin. Shkoni silni Agasin këtu. Të dashur qytetarë dhe qytetare, këtu po zhvillohet një betej për ligjin, për kushtetutën. Këta mbrojnë, këta fshenë Pegmarsin e dy qytetarëve, Ergjys Agasin. Thuhet se edhe Lubia ka mardhen, po se dikte, se kam sigur. Por ne qëndrojmë këtu për interesat tuaja. Ne qëndrojmë këtu për kushtetutën. Ne qëndrojmë këtu për ligjin. Se këta e bëjnë vidh dhe ik. Jo, vidh dhe ligj. Ne këta po përpishemi të tregojmë këtyre. Me të dy duart me rëdi. Egzofshi. Atë egzofshi atë. Atë me dy duart kjo japun. Bashkë me të shoqet bilës. Silni Agasin. Shko mërë Sil Agasin. Ku është? Shko Sil Agasin ti këtu. Agas ne fsheh Proda. Agas ne ka fshehur Proda. Shko Sil Agasin këtu. Shkoni. Leve pak.
Të gjithë para ligjit si sot ligji. Dore sjell një argasin këtu, qef shef proda juaj, sjell edhe lubin edhe të vazhdoj normalisht si parlament normal. Jap një jemi, doni, stoni. Kuna, ku i leti finin? Shkonin gjemi argasin. Levin argasin gjemi lubin. Se vjen dhe i bërma. Toni, ku e ke Erion Velino, Toni? Ku e ke Erion Velino, Toni? Ku e ke Toni, Erion Velin, ku e ke? Ku e ke ato firmë për inceneratorët të Toni? Se do pritesh i këtë javë kapitaliste për inceneratorët, Bogati, Toni! Toni Bogati! Do të marri Erion Velia i me vete! Do të marri Erion Velia i me vete! Këtë javë! Do të pritesh i këtë tjerë! Ai do të marrë me vete. Toni do të marrë Erion Velia i me vete. Ai shkreti ti së desh inceneratorët. Thash një herë mos u merrni inceneratorët. Qëndrimi e O bukuros, o king, po nuk të qonë doktori ty, po shpirt, jo, ma ajde këte, ajde se nuk të qonë doktori. O nuk të qonë doktori aty, po king nuk të qonë. Ti shojmë qytetar. Ka vjetë 100 milion. Ka marrë 2 persona 8. Ne për familje. Zërvëndre ndërprisni veprimet e dhunshme pa lejuara nga rregulloria. Sot në rend dite kemi miratimi për Zërbani Ca venare datës 11/12/2025. Pika e dytë njoftime. Pika e tretë projekt ligji për ratifikimin e
traktati të Riyadit për dizenjot dhe të rregullareve sipas këtij traktati. Bërë në Riyad 22 nëntor 2024. Projekt ligji alternativ de familje në Republikën e Shqipërisë. Projekt ligji për disa pjesa. Datë 4/2/2010 për mbrojtje nga diskriminimi. Pika e 6 projekt ligji për disa ligji numër 16/2018 Yrsa Gasi. Ligji për disa shtesa dhe ndryshime. Pika 9 për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve. Pika 10 ligji disa shtesa dhe ndryshime. Pika 11 qonë për zhvillimin e debatit për masat e marra nga Shqipëria, me tolerancë zero ndaj krimit të organizuar. Pika 12 Zoti Berisha s'u lejohet kjo. Projekt vendimi për emërimin e drejtorit përgjithshëm të Institutit të Statistikave. Pika 13 projekt vendimi për miratimin e disa ndryshimeve në vendimin numër 28 datë 18/6. Zile Lubin këtu. Zil Hajdutën këtu. Zil Balloshin këtu.
se gjej gjonë. Se gjej gjonë, se mërë ka shumë. Kishit mërë njërë që ka shumë. Niko Dorzo Belindër dhe Gysa Gasin që të kesh Dorzonia Gasi, terroristi, Pegmarsi. Sekretaria Kuvendit aty, është sekretaria Kuvendit. Gata për i pengon. Është sekretaria Kuvendit. Ka shkuta e historie, gata për i pengon. Stop, Herë masa që të pëtejë për historie në sekretaria vjen me barra si ndasëm kjo. Jo, kjo feston, po parlament nuk ka parë Belinda, ku sta fushë. Dorzoni Belinda, dorzoni Kyzagasi. Po për këtë ke arë një Elisa, njerë. Për këtë ke arë. Ka arë për mua, besoj. E pra. Kryetare. Na shishe të shëkzjarët pakton. Muzikli media. Kemi live-in tonë. Shikues të nderuar, kemi ndjekur tensione të shumta në këtë seancë plenare në nisje të seancës, që me sa duket nuk mund të ishte kurse si normale, edhe në kushtet kur Partia Demokratike ishte, le të themi, e tensionuar si pasojë zhvillimeve të fundit me Belinda Ballukun. Ajo çfarë ka kërkuar Partia Demokratike ka qenë prezenca e Ballukut ditën e sotme, janë zhvendosur në karriket e ministrave në shenjë simbolike, ndërkohë që ka patur debate të shumta sa i përket edhe një arratësie të mundshme
të Ergjys Agasit dhe ndoshta edhe të Belinda Ballukut, ka thënë zoti Berisha ditën e sotme, ndërkohë që dyshohet se ka edhe një pezullim të Klevis Balliut, por do të shohem në vijim në lidhje me këtë çështje. Pra Niko Peleshi ka kërkuar përjashtimin e zotit Klevis Balliu dhe më pas 5 minuta pushim derisa ky fundit të lër edhe sallën e kuvendit, ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kërkuar vazhdimisht nga mazhoranca të sillin Ergjys Agasin dhe Belinda Ballukun si kusht i vetëm që kuvendi të kthehet në normalitet. Debatet shumëta ka patur gjithashtu mes Gazbardit dhe Toni Gogut, mes zotit Bardhi dhe zonjës Koçiu, ministres brendshme, gjithashtu ajo çfarë ka iniciuar, le të themi, edhe një tension akoma më të shtuar ka qenë edhe betimi i Endri Shabanit, avokatit të popullit, në mes të kaosit të krijuar në kuvend dhe largimit, le të themi, me një farë ironie. Ajo çfarë ka ngritur akoma më shumë tensione në kuvendit e në sotme kanë qenë edhe reagimet e deputetëve të Partisë Socialiste dhe tentativa e gardës për t'i larguar, le të themi, nga ambientet e brendshme. Ke policin për sipër. Policia duhet pushtetarë. O ba, po ne policia ta ka marrë një prota. Merë polici. Ajo që kishte darë si ti. Tu polici do e çelë. Edhe se mo ti në bëjë. Shkoj. Disa gëzoni për jush. E shoh, ku shkoj këtu? Arkiviste. Ai po pesh. Cili ministër po ishi të vendit? Çizi ka sy toksio. Si toksio. Ne duam zbatim e ligjit. Kushtetuta me ligji janë fejon politike. Por jeri mos u gjithë kohë se s'e ka. Po hajde. Mos u bëj avokati terroristi. Ergjys Agasi është terrorist, ka marrë 2 qytetar tek për llogaritë e Tiranës familjes tij. Po luftoj për ligjin. Po luftoj për kushtetutën. Ndaj dhe silleni Lubin këtu që të dëshmoni se i vendosur t'i regjistrojë ligjin. Po jo vidhej. Jo vidhej. Kjo nuk mund të ndodhë ma.
Një për një, avash. Dashur qytetarë dhe qytetare. Gjaku janë Kysagasë. Gjaku janë. Ja si veprojnë. Shkelbojnë lindë e kushtetuar. Djelin dhe ikim. Po lese të lërojnë të burë. Qytetarë. Gradojnë, do të gradojnë. Me karton si pas variantit propozuesit, në një në 2 pro kundër abstenimi ratohet, kalojmë votimin e tërësi, hapet votimin tërësim elektronik.
qeverisë pra. Të tjerë pra. Jo. Kudo që shkojnë në bugjet. Kudo. Po me ndonë të jam bati. Po kudo të shkojnë në bugjet. Nuk ka falë e pasia terrorista. Gjeri terrorista. Ku shemron, vazhdoj parlamenti. Sai via. Që Gëzakasi ti e brenda familjes politike. Ti Axon Gëzakasi ti brenda familjes politike. Ti Axon Gëzakasi ti brenda familjes politike. Po. Largu
Mbrojeni, nuk
ndjekur tensioni dhe kaos të jashtëzakonshëm brenda seancës plenare ditën e sotme, janë miratuar të gjitha ligjet pothuajse në kaos dhe në mes të tensioneve të shumta, diskutimeve dhe debateve të forta mes mazhorancës dhe opozitës. Duhet të kujtojmë që ditën e sotme Garda ka patur një sjellje, le të themi, jashtë çdo lloji rregullorie, duke patur parasysh që ka patur edhe tensione dhe përplasje të shumta mes Gardës, Gardës që ishte futur brenda në sallë përpara se opozita të mbërrinte, ndërkohë ka shkaktuar tensione të shumta kjo gjë. Garda është përleshur me deputetët e opozitës që në nisje të seancës, ndërkohë opozita ka kërkuar largimin e Gardës, duke mbajtur me forcë deputetët largëfortores dhe ka patur edhe përleshje fizike ditën e sotme. Jemi duke parë edhe ambientet e jashtme. Sapo ka dalë zoti Berisha në këtë çaste, besoj duhet të ketë diçka për të prononcuar në lidhje me atë çfarë ndodhi ditën e sotme dhe tensioneve. Betejë jon është për ligjin, kushtetutën, shtetin ligjor. Motoja e tyre është vidh dhe ik. Ergys Agasi është njeriu më intim i Edi Ramës. Terrorist me 2 pengmarrje dhe jeton i qetë pas një lloj bires me mbrojtje shtetërore. Lubi Balluku nuk vjen në parlament, ndonse duhet të informoj shqiptar se një pazar i pist është bërë. Pazari është më në fund, siç pata njoftuat 3 ditë më parë, se Rama ndodhej në zgjedhjen e më të vështirë të jetës tij midis Lindës dhe Belindës, midis Lubis dhe Lindës. Dhe Mram ka vendosur të mbaj Lindën, të lëshoj Belindën. Tani të tjerat do t'i ndiqnin vazhdim. Por parlament me ata të cilët zbatojnë motor, vidh dhe ik, nuk ka dhe nuk mund të ketë. Ligji dhe vetëm ligji duhet të mbizotrojë. Faleminderit. Ku është Muhameti sot se shoh punët e vetë? Jo, desha të pyesja për të punën, po s'është. Jo, po nuk je informuar, atë e kam mikun. Ti je punëtar. Jo, desha të pyesja për paritjet e fundit të Lubis. Ishte kjo deklarata e zotit Berisha, i ka thënë që parlament vidh dhe ik nuk ka, ndërsa ka folur sërish për Ergys Agasi, njeriun më të afërt të kryeministrit Rama, që sipas zotit Berisha është me mbrojtje shtetërore, ndërsa ka folur edhe për vendimin më të rëndësishëm të kryeministrit Rama, atë mes Belindës dhe Lindës, ndërsa kreu i opozitës ka thënë se tashmë ai ka vendosur që në këtë rast të lëshojë Belindën dhe të mbajë Lindën. Do të kem në këtë çast kolegun Kledi Boldi, i cili ka ndjekur nga afër le të themi zhvillimet në kuvend. Kledi, përshëndes. Përshëndetje Nida, atëherë është mbyllur kjo seancë ashtu siç nisi me tensione dhe mes përplasjeve mes deputetëve të opozitës po dhe kabinetit qeveritar. Pak para se të niste seanca, deputetët e Partisë Demokratike kanë zënë vendin e një pjesë të ministrave të qeverisë Rama dhe kanë bërë të pamundur uljen e tyre në karrike që janë parashikuar dhe kjo ka sjellë tensione dhe përplasje midis deputetëve të opozitës po dhe punojësve të Gardës së Republikës së Shqipërisë. Më pas ka nisur seanca me pjesëmarrjen e zotit Peleshi dhe ka pasur tensione dhe përplasje të vazhdueshme mes punojësve të Gardës, po dhe debate verbale në distancë midis deputetëve të opozitës por dhe të Partisë Socialiste. Deputetët e opozitës kanë kërkuar nga kolegët e tyre socialistë që të dorëzojnë atë që ato e cilësojnë si
le themi koordinatorin e krimit Ergjys Sagasin, gjithashtu kanë kërkuar dhe prezencën e zëvendës kryeministres zonjës Belinda Balluku në këtë seancë. Megjithatë, pas tensioneve të vazhdueshme dhe përplasjeve me punojësit e gardës, kreu grup parlamentar socialist zoti Taulan Balla ka kërkuar që të hiqen diskutimet për gjitha projektligjet e ditës së sotme dhe të kalohet në votim, një kërkesë e cila është votuar pro nga shumica socialiste dhe zoti Peleshi ka vijuar me votimin e ligjeve duke bërë që seanca të mbyllet për rreth 60 minuta, ndërkohë që zoti Peleshi ka përjashtuar dhe zoti Balliu pasi sipas tij po pengon punimet e seancës dhe ka kërkuar largimin e tij nga seanca. Megjithatë, të gjithë deputetët e Partisë Demokratike po dhe zoti Balliu kanë vijuar të qëndrojnë në seancë pasi sipas tyre në këtë parlament, i cili është një parlament i krimit por dhe i korrupsionit, nuk mund të ketë seanca normale pa dhënë llogari dhe pa prezencën e kryeministit Edi Rama, por dhe të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Më pas seanca është mbyllur, ndërkohë në dalje në përfundim të saj kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha pak minuta më parë, siç e dëgjuam live, u shpreh se kryeministri Rama prej disa ditësh ka qenë në dilemën që të mbajë Lindën apo të lëshojë Belindën dhe sipas kreut të opozitës ai ka vendosur që tashmë të lëshojë Belinda Ballukun. Detajet tha zoti Berisha do t'i mësoni ditët në vijim, gelet për të parë, duke qenë se kjo deklaratë e zotit Berisha vjen pas mbledhjes së cila është parashikuar ditën e nesërme të Këshillit të Rregullorës Mandateve dhe Imuniteteve në orën 10:30, ku pritet të diskutohet dhe kërkesa e prokurisë së posaçme drejtuar kuvendit për një masë sigurie më të ashpër ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, ku prokuria e posaçme ka kërkuar që të paktën një okay nga parlamenti më pas të drejtohet gjykatës për një masë ndoshta arrest në burg apo arrest shtëpie në kërkesë është e papërcaktuar. Megjithatë, pas 60 minutash kjo seancë është mbyllur, siç kemi parë dhe nga pamjet ka pasur përplasje të forta, kryesisht të deputetëve të opozitës me përfaqësuesit dhe me punojësit e Gardës së Republikës, kanë tentuar një pjesë e deputetëve të ndezin flakadanësh, dashur ndërhyrja e punojësve të Gardës, ka pasur dhe përplasje fizike, një pjesë e punojësve të Gardës të cilët kishin krijuar kordonin e sigurisë në pjesën ku rrin kryetari i kuvendit zoti Peleshi, por në një pjesë gjysma e qeverisë kanë shtyrë në mënyrë të dhunshme deputetët e opozitës duke krijuar tensione dhe përplasje të vazhdueshme. Madje ka pasur dhe një përplasje midis zotit Noka, zonjës deputete Elda Hoti dhe Denisa Vata me punojësit e Gardës së Republikës dhe kanë sjellë tensione të vazhdueshme. Megjithatë, zoti Peleshi, ndryshe nga herët e tjera ku ka ndërprerë seancën dhe ka kërkuar pushim apo e ka mbyllur atë në mënyrë të njëanshme, këtë herë pas kërkesës së zotit Balla ka vijuar me votimin e ligjeve por pa diskutuar. Midis tyre ka qenë dhe zgjedhja e drejtorit të institutit të Instatit është votuar në këtë seancë parlamentare, por për shkak të dëmtimit të sistemit elektronik, një pjesë e deputetëve, po të gjithë deputetët e mazhorancës kanë votuar në mënyrë të hapur dhe ka qenë e pamundur që të merren informacionin në lidhje me votat dhe mënyrën dhe cilin nga kandidatët kanë zgjedhur deputetët e mazhorancës. Do të presim një lajmërim nga kuvendi për të kuptuar se çfarë ka ndodhur dhe se si janë votuar ligje që mazhoranca kaloi me shpejtësi pas tensioneve që kishte që në nisje të kësaj seance ditën e sotme. E qartë. Do doja të dija pak edhe në lidhje me atë çfarë ndodhi me betimin dhe më pas largimin e avokatit të popullit tashmë Endre Shabanit. Ka patur një ironi, le të themi, një lloj tentative për të ngjallur akoma më shumë tension pasi ka bërë betimin dhe është larguar në mes të kaosit, apo jo? Zoti Shabani, pas thirrjes nga kryetari i kuvendit zoti Niko Peleshi, erdhi në sallën e parlamentit të Shqipërisë dhe menjëherë deputetët e opozitës kërkuan që ai të largohej, madje duke hedhur insinuata dhe duke kërkuar dhe duke tentuar bllokimin e betimit të tij. Megjithatë, pas leximit të betimin nga zoti Peleshi, zoti Shabani është betuar dhe me një përshëndetje është drejtuar deputetëve të opozitës dhe është larguar menjëherë nga salla e parlamentit për të vijuar më pas procedura e seancës parlamentare nga Niko Peleshi. Megjithatë, le të themi kjo sjedhje e zotit Shabani, por dhe procesi i betimit të tij ka ngjallur, le të themi, rritim dhe debate dhe përplasje midis deputetëve të opozitës, atyre të shumicës, por dhe vetë zoti Shabani, le të themi që zgjedhja e tij ka
ka ngjallur debate dhe diskutime të shumta pasi Partia Demokratike dhe opozita u tërhoqën nga firmat që kishin dhënë për zotin Shabani për gjithë kandidatët e tjerë të cilët kishin aspiruar për qenë avokat të popullit. Megjithatë, me gjithë tentativat e deputetëve të opozitës, le të themi Endre Shabani sot u betua dhe do të nisë punën si avokat i popullit. Megjithatë, opozita ka paralajmëruar se këtë çështje do ta çojë në gjykatën kushtetuese dhe ndoshta do të pritet një vendim i kësaj gjykate për të kuptuar përfundimisht nëse Endre Shabani do të vijojë të jetë apo jo avokat i popullit dhe nëse gjykata kushtetuese do ta cilësojë si të lishëm apo të palishëm këtë proces, duke qenë se përfaqësuesit e Partisë Demokratike për dhe të opozitës pak ditë para se të votojë avokati i popullit në Parlamentin e Shqipërisë tërhoqën firmat dhe paktën zoti Berisha u shpreh se nuk do të bëheshin pjesë e kësaj farse dhe këtij procesi i cili sipas tij është i manipuluar nga mazhoranca dhe nga Partia Socialiste. E qartë. Ditën e sotme zoti Berisha ka thënë se nuk do të ketë seanca normale, pra shkosa nuk do të kemi përballje me ligjin. Tashmë jemi mësuar që të shohim çdo parlamentar që ose qeveritar që ka probleme të largohet ta braktisë vendin apo ta ratiset, ndërsa këtë herë me sa duket ne prisnim mungesën e kryeministrit Rama, duke qenë se së fundmi nuk mbajt mend hera fundit që ka qenë i pranishëm në sallë, por kam përshtypjen që edhe mungesa e Belinda Ballukut pritej. Patjetër, zonja Balluku prej disa javësh, paktën që në momentin e rida që është marrë e panderur nga prokuroria e posaçme, thuajse në asnjë seancë nuk ka qenë e pranishme, gjithashtu dhe vetë kryeministri Rama në gjitha seancat e javëve të fundit, përveç momentit që u votua Endre Shabani të jetën e kaluar si avokat i popullit për shkak ndoshta të domosdoshmërisë së votës së tij për zgjedhur Endre Shabanin, ishte i pranishëm ato minuta në seancë, ndërkohë që në seancat e tjera nuk ka qenë i pranishëm dhe ka tentuar le të themi që të shmang përballjen me opozitën, e cila ka kërkuar gjatë gjithë kohës që zoti Rama, por dhe zonja Balluku të jenë në parlament për dhënë llogari në lidhje me aferat për cilat prokuroria posaçme ka marrë të panderur zëvendës kryeministren Belinda Balluku, afera të cilat sipas opozitës janë të urdhëruar dhe janë të ideuara nga zoti Rama. Paktën kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha është shprehur se tuneli i llogaras është pikërisht le të themi një vepër dhe një korrupsion i Edi Ramës, ndërkohë që në ditën e djeshme ai ka publikuar dhe disa biseda në lidhje me tenderimin e një pjesë të loteve të Unazës së Madhe të Tiranës, të mirëmbajtjes së saj, por dhe të mirëmbajtjes të disa akseve kryesore dhe nacionale në vend, ku në biseda duke qartë që midis zëvendës kryeministres dhe ministres së energjetikës dhe infrastrukturës zonja Belinda Balluku dhe ish drejtori të rrugëve Evis Berberi komunikoi në lidhje me parasaktimin e këtyre tenderave dhe në biseda thuaj se firmës në fjalë ja kishte premtuar këtë tender kryeministri Edi Rama. Megjithatë do të presim ndoshta edhe ditën e nesërme kur do të zhvillohet dhe mbledhja e këshillit mandate dhe imuniteteve ku pritet vendoset le për fatin e Belinda Ballukut, nëse parlamenti do t'jap dhe mazhoranca do t'jap miratimin për t'i mundsuar prokurorisë së posaçme një le të themi një kërkesën për një masë arresti më të ashpër ndaj saj për të kuptuar dhe provat e reja apo provat të cilat ende nuk i kemi parë në lidhje me këtë çështje. Ditën e djeshme kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike zoti Gazmend Bardhi është shprehur se zoti Peleshi po mban të fshehur raportin e prokurorisë së posaçme dhe prova që ka sjellë si argumentim për të kërkuar miratimin për heqje imunitetit të zonjës Balluku dhe sipas zotit Bardhi kjo është e palishme dhe deri në këto momente të paktën që po flasim nuk ka le të themi një konfirmim nga zoti Bardhi por dhe nga kryetarët tjerë grupesh parlamentare të opozitës të cilët kanë marrë nga kreu i kuvendit le të themi raportin e prokurorisë së posaçme e cila argumenton arsyet sepse duhet që të marrë okein për heqjen e imunitetit dhe më pas që t'i lindë drejta për të kërkuar një masë sigurie më tashmë në gjykatën e posaçme për zëvendës kryeministren Belinda Balluku. E qartë. Do doja që të flisnim pak edhe në lidhje me sjelljen që kanë patur ditën e sotme gardianët. Konkretisht ka patur një dhunë të ushtruar ndaj deputetëve të opozitës dhe një le të themi një numër i madh, jashtëzakonisht shumë i madh i gardistëve ditën e sotme. Kemi diçka ndryshe nga herët e tjera, Klajdi, çfarë ke vënë re?
Ajo paktën që mund thuhet është që përplasja midis deputetëve të opozitës, seneta dhe punojësve të gardës së Republikës nisi para se të niste seanca parlamentare, teksa me sa duket punojësit e gardës kishin informacion mbi lëvizjet e deputetëve të opozitës, kishte një prani të shtuar të tyre brenda sallës së parlamentit të Shqipërisë, që le të themi një gjë që ka ndodhur rrallë herë vetëm në momentet në të cilat është kërkuar nga kreu i Qeverit apo ka pasur përplasje dhe tensione të vazhdueshme midis palëve, por ditën e sotme ende pa nisur mirë seanca parlamentare, kishte një prani të madhe të përfaqësuesve të gardës së Republikës në ambientet e sallës së parlamentit të Shqipërisë. Kjo ka sjellë dhe tensione dhe përplasje dhe ndoshta edhe një lloj provokimi ndaj deputetëve të opozitës, të cilët janë ulur në një pjesë të vendeve të Këshillit të Ministrave dhe janë përplasur me punojësit e gardës, të cilët kanë tentuar t'i përzihen me forcë dhe me dhunë, dhe në disa raste, siç kemi parë dhe nga pamjet, ka pasur përplasje të ashpra fizike midis deputetëve të opozitës, por dhe punojësve të gardës së Republikës, dhe përplasje të cilat nuk kanë kursyer as deputetët femra dhe as ata meshkujt të cilët ishin pjesë, le të themi, e nismës së deputetëve të opozitës për të bllokuar zhvillimet e seancës parlamentare, por dhe për të mos lejuar një pjesë të ministrave të qeverisë Rama për të ulur në vendet e tyre, pasi sipas tyre, sipas pretendimit të deputetëve të opozitës, kjo qeveri totalisht e korruptuar dhe inkriminuar nuk mundet ulet në këto vende pa dhënë llogari dhe nuk mund të ketë seancë parlamentare normale deri në momentin që Edi Rama, Belinda Balluku për të gjithë antarët e kësaj qeverie do t'japin llogari mbi aferat dhe mbi gjithë le të themi krimet që ato kanë kryer. Paktën ky është pretendimi i përfaqësuesve të opozitës dhe ajo çfarë dhe vetë zoti Berisha ka thënë gjatë kohës në seancë, ato kanë kërkuar vazhdimisht praninë e zonjës Balluku, praninë e kryeministit Edi Rama, si dhe dorëzimin e Ergys Agasit apo Mirlinda Karçanajt, të cilët akuzohen nga prokuria posaçme. Paktën në 3 ditët e fundit le të themi ka pasur zhvillime dhe ngjarje në lidhje me këto emra, dhe pikërisht duke marrë shkas dhe nga këto zhvillime në prokurinë e posaçme, opozita ka lajmëruar dhe një protest ditën e hënë, ku ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që t'i bashkohen, një protestë që sipas tyre do të tentojë dhe nuk do ndalet deri në momentin që Edi Rama të rrëzohet, të ketë një qeveri teknike për të garantuar më pas zgjedhje të lira dhe të ndershme. Me sa duket, le të themi, dita e sotme në parlament ishte një parapri e asaj protestës madhe të cilën opozita ka lajmëruar dhe i ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve për të bashkuar dhe le të themi edhe një lloj qendrese për të bindur qytetarët për të bashkuar protestës ditën e hënë. Një koment të shkurtër edhe në lidhje me një incident që ndodhi jashtë parlamentit, pra në ambientet e jashtme ka patur një zjarr të përmasave të vogla, nuk e di si është gjendja tani. Paktën para disa minutash ka pasur një zjarr e cila ka dëmtuar fibrat e një pjesë të televizionit për të Kuvendit të Shqipërisë, duke bërë të pamundur transmetimin live të punimeve të Kuvendit. Për momentin situata le të themi që është e normalizuar, megjithatë ndoshta do duhet disa ditë kohë për të rikuperuar dëmet dhe për të rikthyer në funksionalitet të gjithë sistemin.